tash domethënë. Tash, loja e parë që kam fotografuar është kjo e Kosovës. Këto fotot. Këto, domethënë kjo Këto motion i kom editu mase i kom realizu teknikisht. Po, teknikisht i kom realizu. Nuk është e fotos reale. Jo, s'është e fotos. Bohen disa mënyra, ama bashkë që shto nuk mundet. Këtë objektiv e kom pos andrën në maherët në YouTube të këshyrë, domethënë për i fillimit që ta e kom pos. Mas nej tash po bëj foto me ta edhe tamam pe kuptoj pe ndjej qysh është me fotografu. Na pam që edhe mbron pa shi. Po. Edhe pse është parapaq që mos merr shi, faktikisht nuk ka qenë planifikuar, po rashi. Edhe sa është problem për ty në këtë rast? A dush me qeni përgatitur edhe për pajisjet, a është problematike? Në Slovaki gabova, shkova, po këto nuk më zoni befasi i mora mbulojat krejt edhe për vejt edhe për aparat. Qëndrojnë që, a më mera shumë, nuk është mirë. Ma problem. Po, nuk është mirë se mundet me masej një ku e gjatë me nejti i lagur, mund me ndiku për keq. Apo t'i shpërndojnë lojtarët fotot? Videot e? Po, normal, këtë janë të mira. A ki atë komunikimin? Po, komunikojmë, ja u dërgoj sa herë të komtare për herë, një qes me një link, ose i bëj tag, po, shpëndojnë mirë. Apo ti kesh shpërduar në tjertë? Se ta është drejta autoriale? Drejta këtu në Kosovë, po, s'ka lidhje se që shto i na mësona problem është. Aja merë ati tjetërit, du të përpajtoa. Mirë është me cejk autorësin e fotografit se heka i ku shkan aty koftëv, sene, editimi, gjithë shka. Mirë është veç me respektu, se jo që i ndihmon shumë me bot tag, po me respektu.